Përshëndetje, unë jam një djalë 27 vjeç dhe prej 3 vitesh punoj në një kompani distribucioni, ku merrem me menaxhimin e porosive. Puna ime kërkon shumë orë në zyrë dhe shpesh kthehem në shtëpi i dërmuar. Për një kohë të gjatë jetoja me disa shokë në një apartament të vjetër. Por vitin e kaluar vendosa që të kisha nevojë për hapësirën time. Kështu që fillova të kërkoja një shtëpi me qira për veten time. Gjeta një apartament të vogël, por shumë të rregullt, në katin e 4 të një pallati, jo shumë larg qendrës. Pronarja e shtëpisë ishte një grua rreth 40-tave, e quajtur Alba, që në takimin e parë, kur më dha çelësat, mu dok shumë serioze. Ishte e veshur me një kostum zyrtar. Foli shkort dhe qartë për rregullat e shtëpisë. Qiraja paguhej në datën 5. Nuk lejoheshin zhurmat pas orës 22 të darkës. Dhe duhej të kisha kujdes me parketin, sepse ishte i ri. Unë thjesht pohova me kokë. Firmosëm kontratën dhe kaq ishte. Për gati një vit, komunikimi ynë ishte vetëm një mesazh në muaj. Kur unë i dërgoja faturën e bankës dhe ajo ma kthente me një faleminderit. Por gjërat ndryshuan papritur të shtunën e kaluar. Ishte pasdite, rreth orës 6. Koha jashtë ishte vranët dhe kishte filluar një shi i imët. Unë, sa po kisha bërë një dush të nxehtë dhe po bëhesha gati të gatuaja diçka për darkë. Kur hapa rubinetin e lavamanit të kuzhinës, për të shplar disa pjata. Dëgjova një zhurmë si kërcitje poshtë banakut. Pa kaluar as 3 sekonda, uji filloi të shpërthente nga tubi poshtë, duke vërshuar në të gjithë dyshemen e kuzhinës. Mbylla me njëherë rubinetin kryesor, por presioni e kishte qarë tubin e vjetër dhe uji nuk ndalej plotësisht. Dyshemeja u mbush me ujë brenda pak minutave. Mora disa peshqir të vjetër dhe i hodha në tokë për të bllokuar ujin, që të mos shkonte te salloni. Pasi kujtova fjalët e Albës për parketin. Nuk dija çfarë të bëja tjetër, kështu që e mora telefonin dhe telefonova atë. Ajo u përgjegj pas zilës së tretë. I shpjegova situatën shpejt e shpejt. Po vi tani, tha ajo, pa e zgjatur bisedën. Nuk kaluan as 20 minuta dhe ra zilja e derës. E hapa me njëherë. Alba ishte aty, por nuk ngjante fare me pronaren serioze që njehja unë. Ishte e veshur me një palë gjinse të thjeshta, një bluzë të zezë pambuku dhe një xhop shiu. Flokët i kishte kapur shpejt e shpejt. Ajo hyri brenda pa u menduar 2 herë, pa fjalë, dhe shkoi direkt te kuzhina. Qenë ka bërë keq, tha ajo dhe pa peshqirët e qullur në tokë. E mbylla valvulën kryesore, por prap i i tha shon. Ajo nxori telefonin dhe telefonoi një hidraulik. Pasi foli pak, e mbylli telefonin dhe e futi në xhep. Mund të vi vetëm nesër në mëngjes, tha ajo. Deri atëherë duhet ta thojmë vetë këtë
që të mos kalbet druri i dollapeve. Aty filluam të dy të punanim. Unë mora kovën dhe shtupën, ndërsa ajo mori disa lecka të thata nga dollapi i balkonit. Për gati një orë të tërë, nuk bëm asgjë tjetër, veç se mbledhnim ujë, shtrydhnim peshqirët në kovë dhe fshinim çdo cep. Ajo ishte ulur në gjonjë pranë banakut, duke pastruar pjesën e poshtme të dollapeve, ndërsa unë pastroja pjesën e mesit. Ishte një situatë e çuditshme. Ne nuk njiheshim pothuajse fare, por po pastronim një shtëpi të përmbytur bashk në heshtje, të bërpes dhe të lodhur. Kur përfunduam, dyshemeja ishte më në fund e thatë. I lam kovat në ballkan dhe u kthyem brenda. Alba ol në divanin e sallonit, duke u mbështetur pas, duke i vërtet e lodhur. Unë shkova te frigorifera, nxora 2 shishe të vogla me ujë dhe i ofrova njërën. Ajo e mori dhe e piu pak. Më fal që të prisha të shtunden, tha ajo. Nuk ishte faji yt, tubi ishte i vjetër, i thashon duke u ulur në koltukun përballë saj. Filluam të flesnim. Biseda nisi thjesht rreth shtëpisë dhe problemeve të mirëmbajtjes, por gradualisht kaloi te jeta e përditshme. Ajo më tregoi se punonte në një bank dhe se stresi i punës e bënte ndonjëherë të dukej e ftohtë me njerëzit. Më tha se këtë apartament e kishte bler me shumë mundim dhe prandaj ishte aq i fiksuar pas rregullave kur ma dha me qera. Unë e dëgjoja me vëmendje. Kisha përballë një grua krejt tjetër nga ajo e kontratës. Ishte e thjesht, fliste lirshëm dhe nuk e kishte problem të tregonte lodhjen e saj. Biseda zgjati goxha. Ora kishte shkuar 8:30 e mbrëmjes. Shiu vazhdonte të bente jashtë, duke krijuar atë zhurmën e qetë pas dritareve. Unë isha ende me rrobat e punës që kishin spikla uje, ndërsa ajo kishte përveshur mëngët e bluzës. Në një moment ajo ngrit nga divani. Duhet të shkoj se u bë vonë, tha ajo. Hidrauliku do të vijë nesër në orën 9. Në rregull, thashon, dhe u ngrita bashkë me të. Ajo mori shishen boshe të ujit nga tavolina dhe eci drejt kuzhinës, për ta hedhur në koshin e mbeturinave. Pasi e hodhi, ajo nuk doli me njëherë drejt derës së korridorit për të ikur. Në vend të kësaj, u ol në gjonjë pranë dollapit të lavamanit dhe hapi derën e vogël për të parë poshtë. Dua të sigurohem që e mbyllëm mirë atë valvul, para se të iki, tha ajo. Nuk dua të gjej duke notuar nesër në mëngjes. Unë shkova pas saj dhe ula në gjonjë po ashtu feks në krahun e saj të majt, për të parë bashk brenda dollapit. Dyshemia ishte ende pak e ftohtë nga uji i mëparshëm. Pam të dë nga tubi, është krejt e thatë, i thashon. Mund të rresh e qetë. Ajo ktheu kokën nga unë. Ne ishim të ulur të dë në dysheme, krah për krah. Hapësira aty poshtë ishte shumë e ngushtë dhe supet tona ishin shumë pranë njëri tjetrit. Ajo nuk tha asnjë fjalë tjetër, në vend që të ngrihej e të largohej. Ajo qëndroi aty e ulur në gjonjë në mes të kuzhinës. Unë, duke qeshur, e zgjata dorën tek ajo. Nuk më refuzoi as pak. Menjëherë, ajo ofrua tek unë dhe më puthi e para. Unë mbeta i shtangur. Por pastaj, nëse doni ta dini vazhdimin e historisë, bëjeni videon like.